Një ditëlindje veçantë, Gjensila dhe Besi bashkuan në dashuri për djalin e tyre, pavarësisht të ndarjes. Ditën e sotme një ngjarje veçantë ka prekur zemrat e ndjekësve, këngëtarja e dashur Gjensila Morteza dhe aktori i njohur Bes Kallaku kanë festuar ditëlindjen e djalit të tyre, Amen. Edhe pse çifti tashmë është ndarë dhe jetojnë veçmas, ata kanë treguar se dashuria për fëmijët është më e fortë se çdo ndryshim në jetën personale. Të dy prindrit kanë ndarë urime prekse në Instagram, duke shfaqur përkushtimin e tyre të përbashkët si prindër. Gjensila publikoi një video plot momente të ndjera nga lindja e djalit, duke shoqëruar me një mesazh të ndjerë. Ti, bebe bekuar që solle dritë në jetën time, solle forcë aty ku mendoja se s'kishte asgjë. Ti më shpëtove, amen, shpëtimtari im. Shkroi ajo, duke i dhënë fjalëve të saj një peshë emocionale që preku zemrat e fansave. Nga ana tjetër, Bes Kallaku zgjodhi një rrymë të shkurtër, por plot dashuri e ndjenja të pastra atësie. I vogli im, djali me superfuqi engjëllore, i bën 2 vjet, u rritsh me Zotin, biri im. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.